Shenjat më të favorizuara të javës ndërkohë? Përveç peshqve, kemi shenjën e bricjapit dhe shenjën e gafores, të dy janë shumë favorizuara. Po, dhe kush nuk është shumë në favor? Atëherë shenja e binjakëve dhe shenja e virgjëreshës, të dyja nuk mund të them që janë shumë favorizuara, duke qenë se kemi retrogradën e Mërkurit, dhe shenja e dashit, e thashë në fillim. Edhe dashi është Dashi grop. Mirë me s'ka gjë, tek një javë jemi në krye, një javë jemi në fund, po të paktën jemi mësuar me këtë luajë. Dhe ato shenja që duhet të kishin kujdes për firmosi kontratash, marrëveshjes. Po jemi të gjithë. Jemi të gjithë. Gjatë retrogradës së Mërkurit nuk firmosen kontrata. Edhe nëse dikujt për shembull të ofrohet një punë të do të firmosim një kontratë për këtë, thotë e firmosim pas 22-shit. Pas 22-shit e ka marrë tjetri për atë punë, po. S'ka gjë, po punoj pa kontratë. Po mund të duke si shaka, por që mund të është, domethënë për diçka për shembull, që është një punë që do bëhet thjesht një projekt, që është afat shkurtër, kjo nuk është as pak problematike, sepse është afat shkurtër. Por nëse dëshironi që në atë vend pune të punoni për një periudhë të gjatë, që të jetë gjatë, domethënë, duhet që të prisni që të marrë retrograda Mërkurit. Është ideja këtu që gjithmonë kur ne firmosim retrograda, gjatë retrogradës së Mërkurit del gjithmonë një problem. Dhe ose të duhet që të largohesh nga ai si vend pune, ose ajo kontratë pezullohet. Kjo nuk do më thënë se është gjithmonë negative. Nëse ajo kontratë pezullohet, mund të jetë diçka më pozitive, më vonë. Të krijohet një kontratëre më pozitive, por pse të riskojmë kot? Pra, është diçka që ndodh momentale apo që mund ta ketë efektin, pra, kjo e keqe, është një keqe e shpejtë apo është një keqe që mund të ndodhë edhe pas disa kohësh? Në përgjithësi ndodh shumë shpejt sepse Mërkuri është një planet vërtet shumë shpejt, kështu që detyrimisht pothuajse domethënë brenda ka efekt menjëhershëm. Dhe në përgjithësi të gjitha kontratat që firmosen gjatë retrogradës së Mërkurit, jetë qartësinë e kanë diçka të 6-7 muaj. Në dashuri kush do ta ketë punën mirë? Në dashuri në këtë moment Akrepi ka punën shumë mirë. Okej. Bravo Akrepi. Dhe kush nuk fare? Shenja që nuk do të këshilloja që të fokusoheshin tek çështje sentimentale në këtë moment janë shenjat e ajrit, që peshore për shembull mund të jetë vërtet e dashuruar me jetën dhe mund të bëjë jetë të gabuara. Është një nga shenjat që vërtet nuk do të këshillohen. Shenjat e ajrit mos të dashurohen, mos të. Po, ndërkohë shenja e binjakëve, duke qenë se Mërkuri drejtuesi në retrograd vërtet që mund të bëjë zgjedhje të gabuara komplet, sepse kryekputësi ka thënë sikur çdo gjë do ketë të gabuar. Zgjedhje të gabuara ai ishte. Zgjedhja është shumë të fokusuar në këtë moment tek puna, tek karriera, sepse tu kanë një fat vërtet shumë të madh dhe po hyn aty shumë mundësi. Prandaj nëse fokusimin e tyre drejtojnë diku tjetër, edhe këto mundësi do t'i humbasen, edhe do të mund të bëjnë zgjedhje të gabuara pra. E qartë. Denis, faleminderit. Faleminderit Denisa. Pash një javë sa më të mirë, sa më megjithëse Gaforia ishte e favorizuar. Gaforia është po. Me lajme të mira këtë javë për edhe peshqit është. E ke kopsit shenjën tënde. Po, këtë javë presim të reja nga ty që të na i thuash javës tjetër. Okej, ti kem pak në reklama, kthejmë pas pak.